edhe ta dishme se nuk vitet. Ashtu? Pse? Po se veç unë jam duke ardhë, moj? Thash si e ignu diçka. Po, jam iznu, edhe nuk vi pa mos ardhë ti të unë tash. Hajtë se kam ardhë. Po kohën e fundit kam qenë pak ma e zanët. Me qka ke qenë e zanë? Një orë ndejta mbrenda nuk e qele gojën. Qpate, moj? A shkoj? Kush? Musa. Cili mus? Musa djali Samit. Pse ai Musa ishte? As që e pash bila. Nuk isha hundjem të huja i lume. Turp. Pse turp? Mbra Musa më ka qu shkuse. Qka? Shkusi i ka thamë babës, djalit i pëlqen shumë qika jote. Edhe? Baba dishti me marrë lejen teme. E ti qka i the? Sonte kalmën feju. E shof me qka ke qenë në zanë. U gjef. Mos më rrit me u gjef. A të kujtot këthesh? Mos më folë. Qka ke e qik? Oj qik, qka të gjetë? Oj qik me ty jam të folë. Thash mos më folë. Mos ma ngrezani se ta këpus gjuhën. Put ma kryt ma mirë. Ta këpus edhe kryt po së më tregove me njerë se qka u po. Musa fejohet. Qka? Kush tha? Me kën? Me kën? Me lumen. Me lume? Ka sa mirë po ta bon. Qashtu është ti kur fshehesh prej shoqës tande ma të ngushtë. Po edhe ajo Musa më ka kauzu, veç më thot sot, kam me u feju me Musan. Me siguri këtë punë e ka bone Simja. Ajo është shtriga e mshet që duket si me lache. Kushon dhe Simja? Nana e lumes kush është? Që 20 vjetë që shnohesh me lumen e emnin e nanës vetë nuk ja din. Për që to halkit me se ne ta marin djalin që e ke dasht, se ko? Halli lumes, me e marë Musën, djalin e Samiut. Ho! Faleminderit. Faleminderit. Po hajde për herë edhe në dasmën e madhe. Faleminderit. Inshallah sa ma shpejt edhe në kokën e gjevës. Sa e kërkojnë gjevën, frymës më me marë për shkuzve. Po unë edhe burri jam nuk dojmë se është gjeva hala e re. Valla në papajtimin e lumës, sa në bëjmë as njëse. Jo, valla ne si ta vendosim nuk e pysim qikën hiq. Gjeva na ka thonë, bab, non, si ta vendosni ju. Se u bo ke punë kështu, pa prit pa kujtu, ka që shpejt, veç kur dhe gjumë që e keni feju qikën. Sa të më shevz, bre. Po jo mi që ashtu ke kësmet, herët babe djallit, foli me burin tem, e i që unë shkust,
Edhe kështu që kismet mas një muaj e bëjmë edhe darsmen. Si? Mbas një muaj? Ti apo tallesh? Jo, mi nuk po tallna, që ashtu do ishin familja e djalit e ne tham, hajde mos ja prishim. Tu që s'ka diçka fshet, unë kokën e pres. Sa e regullova nona punën me të martu me musën, pa prit, pa kujtu, na du lumja. Halli lumës. Me marrë djalin më të mirë e më të pasun qytetit. Mas një muaj kanë me u martu. Mas një muji? Jo, me nonën ti mos u mërzit. Mos u mërzit. Mos u mërzit. Te regullon nona këtë punë. Ja u tregoj unë qefin atyre. Hiq ti mos u mërzit. S'ko me i lanë me u martu. Edhe unë mos ja bofsha që ti ndaj ata dy, e me të martu ty me musën, a ishe mos më thashin. Mirë më gjesi dhëndër. Mirë se erdhe Allah ishe. Si e? Mirë jam, Allah, mirë. O, shumë i zoti më rëna dole ti që shmë rëna moret atë vajzën më të mirë të kojshive, zë qelim shëllës. Që është të vakon e shkru me pizot. Ba. Kjerë më resh kreta shi qërqi i busqeshi ftyra edhe asaj, në bazë asaj që i ndodhi. Pse të shka i ndodhë? Që dhe? Që se la babaj vetë me marat djallit. Qka? Pse ty as t'ka të regu lumja, ha? Kuq... që mu thaftë kjo gojë, për që nëzjera këtë fjallë për e gojës. Koku për mu qka bona. Mos u bo me rak. Nuk i tregoj. Po me marrë vesh lumja që e kom bo këtë punë, po s'ka me ma falë kur, më rebirë. Mos u shqetsoni. S'ka me i kalzu. Pash, zotin, djali e mos mirët vesh që është që ka dalë kjo fjallë për e gojës, ta me të lutën. Arman, koku për mu qka bona. Për qka erdhe të unë? Po se kisha njetë pasha zotin me ardë deri të ti, po dola me ble, dola mërën pazar me ble diçka që është. Aha. Ditën e mi. Hajtë dhe ti puna martë shkoft. Valla se zorë kam i shku, po qështu kam e të me tha. Sot si duket pas ke patur shumë punë, shpirt. Si zakonisht. Jo si zakonisht, sot dukesh me i lodhur. Ndoshta. E vrejt dukshëm që e me i lodhur. Nuk është pa tjetër të vish çdo natë, shpirt. Kuptoj që mbrëmjeve je i lodhur, duhet pushosh. Nuk jam i lodhë. Shtu? Atëherë çfarë ke? Je i zemruar? A fshet diçka prej meje? Çka? Të pyeta, a fshet diçka prej meje? Për çka e ke fjalën? Diçka që ka të bëj me ty. Përpara se të fejohen. Jo. Asgjë. Prej nga ky mendim?
Mos të ka thënë dikush diçka për mua. Jo. Atëherë pse më pyete? Kishe të drejtë më herët. Shkova. Se jam i lodhë. Oj, Alajshe! Alajshe! Oj! A erdhe Shaban? Po, a në mshe? A e more atë që të tash? Zire të asho? Që? Au, sa e mirë kënë. Me e mire që kishte. Baba ka me në kry punë kjo. A për thitja ja? Kur, kërmeti? Gjevën, kon tjetër? Ja, gjeve si vjen turp, qëfar gjeve? Ja, punë. Jo, e pastaj qoj unë fjalë për me u taku e me u pati me gjeve. E kur më ndresh punë? Sa më shpejt, sa është e mundur, sa më shpejt. Nesër. Nesër jo, se duhet njerë me bisedu me babën e gjevës, pastaj edhe me qikë, edhe e kryon këtë punë. Su mërziti. A i dhe shitësit, ashtu si thash. Po, i thash më të mirën që e ke. Ma të veçantën. Më të veçantën. A i the ma të veçantën që e ke në shqitore. Më të veçantën se du me ja bo dhurata shikes. Ah, shumë miri pas këtë tonë. Bravo. Hajde të shti shko se mos po vjen baba i gjevës e po takon ju. Ani, pra, hajtë, shkova, kalzom, ose mu, ose nanës. Hajde, shko. Hajde. Riq mos e baj, hajde se unë e kryko. Hajtë. Tute, A së më prit që mua? se nga dera jo nga muri, Qëfar ke ati? të solla gurabia, i kam ba vetë. Ajte, a shumë i fetin gruës. Ç'pate? Të vëm dhëmbi? Kush të solli qafore? Këta. Ma ka bollë dhurat shoqja ime ma e ngushtë, Gjeva. Ashtu? Po? E di, mund t'jetë shumë e shtrenjtë. Por ajo pasi që m'ka shoqe shumë të mirë, ma ka ble për fejes. Kjo qafore është ble sot e kunga në djali i ri, i cili don të kja bon të dhurata shikjes vetë. Dojmë se Gjeva ma ka bollë dhurat. Po tu shkoj e thiri edhe pyte vetë. Jo, s'ka nevoj. Edhe ajo do të pohit njëjtën gjë, se t'ka shogjet ngusht. Po unë nuk e ha këtë marifet. Musa. Lute mos u ngut. S'ke pun me mua. Gjev? Si e? Kush je ti që ma ditë ke edhe emnin? Unë jam Shaban, Cili Shaban? djali i Kmetes, që kam me qush kus kismet. Kur kam me në thonë, hala Ajshe. Muna në s'm ka thonë kur gjo edhe s'ka me më thonë as njere. Unë jam e djali që ta ka pru qafaren. Ah,
i djali. Po, unë atë pëlqeu, E mirë ishte shumë, por... edhe e shtrenjtë. Po, por... unë s'mundëm të fejohem me ty. Pse? Se më ka dhanë baba tjetër kund. Pse? Po s'm ka pyet dhe hiç, veç kur më ka thonë se më ka dhanë. E ku kështu? Sa shme rëndësi tash kjo, a kry kjo punë? S'kam dash edhe une, po kam qenë ky smeti tjetër kujt. Ani hec tash ti, se mos na sheh dikush. Ani kthema qaforën pra. Prit. Edhe ashtu lumja ma ktheu se kryti punë. Çka? Prit veç pak. Kam me jadhon edhe unë e shikës tem. Ani hec tash se buriem ka me mpru plot, se me atë punë merret ai. Pse a me mu se një fiu? A e njih kja? Po unë taj e ku blek të gjeforin. Edhe i thash më të mirë me ma dhonë, për a shikën tem. Tash të shkujt ja ka zonë unë e ti, kujt ja ka zonë a shikën. O, ndalu bre, ndalu! Ndalu bre! Oj, ndalu! Vjen shumë turp kjo solla keq me ty. Fal, po është zoti. S'ka gjë. E kishin turur aq mirë plani, sa që s'ke pas qare pa i besu. Edhe atë shoqja ime më e ngushtë. Me nanën e saj. Të më duash përsëri? Gjithmonë të kam dashur. Edhe e kam ditë se herë do kur do, e vërteta ka me dalë në dritë.